Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ndodhet në Zvicër, ku do të zhvillojë një takim bilateral me ministrin federal për transportin, energjinë dhe mjedisin. Balluku shpreh se po bëhen plane për një bashkëpunim të ngushtë me hekurudhën zvicerane në të ardhmen për sa i përket zhvillimit të transportit hekurudhor, duke nisur me projektin e parë, atë nga Tirana në Durrës. Shumë mirë do ishte që të bënim rrugtimin me tren nga Zvicra në Shqipëri dhe do ta bëjmë në të ardhmen përmes korridoreve hekurudhore europiane, ku Shqipëria do të bëhet pjesë, ashtu siç po bëhet dhe me autostradat, por sot jemi në një udhëtim me skuadrën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe atë të hekurudhës shqiptare për të bërë një takim bilateral me ministrin federal për transportin, energjinë dhe mjedisin këtu në Zvicër. Po bëjmë një udhëtim nga Zyrihu në Bern, duke provuar kështu edhe efikasitetin, eficiencën që hekurudha ka dhe duke bërë plane për një bashkëpunim të ngushtë edhe me hekurudhën zvicerane në të ardhmen për sa i përket zhvillimit të transportit hekurudhor, duke nisur me projektin e parë, atë nga Tirana në Durrës, sa Balluku.